Avokati i popullit Sami Kurteshi është ankuar sot se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e ka injoruar një kërkesë të tij që ka të bëjë me statusin e viktimave civile të luftës. Kurteshi tha se ish-ministri Nenad Rashiq e ka ndaluar dhënien e statusit të viktimave civile të luftës. Ai thotë se e ka siguruar një dokument që vërteton këtë. Ky dokument nuk është bërë publik asnjëherë. Mirë po, ka shërbyer si bazë për mospranimin e kërkesave për njohjen e statusit dhe realizimin e drejtave të kategorive të përcaktuara me ligjin për vlerat e luftës. Ai thotë i ketë rekomanduar kësaj ministrie që të marrë masa të menjëhershme për shfuqizimin e këtij vendimi dhe të nxjerrë një vendim të ri me të cilin do të riparoheshin pasojat juridike të këtij vendimi. Sipas Kurteshit, rekomandimet janë shpërfillur nga të dy ministrat, ai i atëhershmi Nenad Rashiq dhe ministri i tanishëm Arban Abrashi. Avokati i popullit thotë jetë injoruar edhe nga Ministria e Arsimit. Sipas tij, ai ka dërguar një rekomandim për pezullimin e vendimit të ish-ministrit Rambuja në lidhje me regjistrimin e fëmijëve të veteranëve të luftës në universitet. Kjo kërkesë për pezullimin e vendimit që është dërguar ish-kryeministrit Thaçi dhe ish-ministrit Buja, ne nuk kemi marrë në ndërkohë ndonjë përgjigje. Me 9 vjetor, ju e dini gjithë, domethënë se Kuvendi i Republikës Kosovës ka votuar qeverinë e re. Me 15 vjetor, ne kemi përsërit kërkesën për masë përkohshme për kryeministrin e ri dhe për ministrin e ri, domethënë të Arsimit dhe Shkencës të Republikës Kosovës. Ai thotë se qeveritarët janë duke bërë shkelje me injorimin që po i bëjnë institucionit të themeluar për të dhënë ndihmë qytetarëve që ndjehen se po u bën padrejtësi nga ana e institucioneve. Ne konsiderojmë, dhe unë konsideroj, domethënë se kryeministri, ministri i Mashtit dhe Kuvendi i Republikës Kosovës kanë dështuar të përgjigjen në kërkesat e avokatit popullit dhe kjo përbën shkelje të kushtetutës dhe të ligjeve të zbatueshme në Kosovë. Ai thotë se i vetmi institucion që është përgjigjur ka qenë Universiteti i Prishtinës dhe se ka marrë premtimin nga ai se do të vazhdojë verifikimi i studentëve të pranuar si familjar të veteranëve. Ndërsa qeverinë e ka rekomanduar që ta shfuqizojë vendimin e Mashtit për regjistrimin e fëmijëve të kategorive të dala nga lufta dhe të mos ndërhyjë në asnjë aspekt të kritereve për pranimin e studentëve nga Senati i Universitetit.